Një ngjarje e rëndur regjistruar në fshatin Manës të Kukësit, ku në 27 tetor një dyqan u bë shënjesër të shtënave me armë zjarri. Pas hetimeve të udhëtësishme dhe përdorimit të metodave proaktive, policia e Kukësit ka arritur të identifikojë dhe të zbardhë autorsinë e incidentit që tronditi banorët. Në njoftimin zyrtar bëhet me dije se autori i dyshuar, shtetasi Xhem Mena, 59 vjeç, dhe i biri Minim Mena, 26 vjeç. Gjatë operacionit policor është bërë ndalimi i 59 vjeçarit, ndërsa i riu nuk u gjet në banesë dhe është shpadhur në kërkim. Sipas hetimeve, dyshohet se babe e birë kanë qelluar disa herë me armë zjarri në drejtim të dyqanit në pronësi të shtetasit me iniciale TO, duke shkaktuar dëmtim të fasadës me xham dhe duke rrezikuar seriozisht jetën e banorëve të zonës. Gjatë kontrolleve, policia ka sekuestruar edhe automjetin me cilën autori dyshohet se janë larguar pas kryerjes së veprës penale që shërben si provë materiale në dosje. Ndaj tyre rëndojnë 3 akuza: mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve dhe shpërthyese dhe municionit, shkatrimi i pronës, prishja e qetësisë publike. Materialet procedurale janë referuar prokurisë së Kukësit, e cila do të vijojë hetimet për zbardhjen e plotë të motivit dhe rrethanat e ngjarjes, ndërsa policia njofton se vijon puna intensive për kapjen e 26 vjeçarit.